E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar pak Brikenën, ku është Brikena, pse nuk është aktive në Instagram, pse nuk e poston fare Mateon, nuk ka suport të Mateos, është zhdukur, nuk ka postuar asnjë gjë. Do të thënë është në po përflitet, po komentohet, publiku duke që janë shumë entuziast në fakt për ta patur sa më pranë Brikenën. Nuk ishte kjo euforia deri në kohën kur Brikena ishte pjesë e shtëpisë, sepse ndoshta publiku e kishte shumë afër, por dëshirojnë të dinë çdo gjë rreth saj. Tani un kam filluar të marr pak informacione, me thënë drejtën, për Brikenën. Brikena ka qenë në Shqipëri për një kohë, por është larguar ditën e sotme, ka ikur për në Kosovë për të takuar familjen e saj, edhe pse në fakt prindërit edhe motra e Brikenës jetojnë në Itali. Por siç duket, me daljen nga shtëpia të Brikenës, familjarët e saj kanë udhëtuar menjëherë që të takojnë të bijën e tyre. Brikena nuk është se ka folur shumë në fakt për jetën, ajo s'ka folur fare njëherë për atë pjesën që doli nga shtëpia e Big Brotherit, nuk ka qenë fare aktive në Instagram, por kjo nuk do të thotë që Brikena nuk e do, nuk e mbështet dhe nuk e suporton Mateon. Tani Brikena ka qëndruar e izoluar që nga dita e parë deri në ditën e 100 e ca, dhe unë mendoj që përpos Instagramit, jetës virtuale, të qëndruarit non-stop në rrjetet sociale, Brikena i ka kushtuar momente dhe kohë jetës së saj me familjen, domethënë çmallit të saj, të çmallet, të ngrohtë shpirtin me dashuri. Ajo ka postuar 2 fotografi ditën e djeshme, ku ka pranuar lulet edhe buketat nga fansat edhe nga publiku. Nga informacione që kam unë, ka pranuar edhe lulen e cila i ka ardhur nga Mateo, por Brikena njëherë mundohet që të qetësohet dhe të merr veten me të mirë, sepse ka jetuar në një presion shumë të madh. Tani, a e mbështet ajo Mateon? Unë jam shumë i bindur që Brikena nuk e nisi këtë rrugtimin e dashurisë, nuk e nisi martesën me Mateon dhe nuk ja dha puthjen dhe besimit Mateon, në qoftë se ajo nuk do ta kishte vazhduar këtë gjë jashtë. Mua Brikena nuk më duket një vajzë e cila jeton për kamera, nuk më duket një vajzë e cila jeton për media, sepse Brikena edhe pa puthjen, edhe pa martesën e Mateos, vëmendjen e kishte brenda asaj shtëpie, sepse e krijoi lojën të tillë, por unë mendoj që në ditët në vazhdim, pasi që Brikena të jetë qetësuar dhe të jetë shmallur me familjen e saj, të ketë biseduar, të ketë komentuar, të ketë marrë mendimet e tyre në fakt rreth martesës, ajo do të jetë me patjetër aktive në rrjetet e saj sociale, por publiku e pret me mall, saqë imagjinoni, ndjekshmëria i ka shkuar mbi 330.000 followers në Instagram.